Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nusja e vllait më kërkoi të mos shkoja në dasëm. Tani e kuptoj arsyen pse. Nuk e di pse, por gjithmonë kam menduar se tradhtia më e madhe vjen nga të huajt. Por jeta më kujtoi se plagët më të thella i sillin njerëzit që janë më afër teje. Unë quhem Valbona, jam 32 vjeçe. Jam rritur me një vëlla më të voglin, Arbrin, që e kam dashur si sytë e ballit. Më dukej gjithmonë si fëmijë edhe kur u bë burr. E ndihmoja me studime, në punë, në çdo vendim të jetës. Për mua, ai ishte gjysma ime. Dhe pikërisht për këtë arsye, atë ditë kur nusja e tij, Arlinda, më shkroi një mesazh të gjatë duke më lutur mos hajde në dasëm, sepse më vë në siklet. Unë mbeta pa frym, nuk e kuptova, nuk më kishte ndodhur kurrë dhe më dhëmbi më shumë se sa e pranoja. Nuk i thash asgjë Arbrit, nuk doja t'i prisha ditën e dasmës, nuk doja të dukesha si motra xheloze dhe problematike. Pranova në heshtje me një peshë në gjoks që më dukej sikur nuk më lëshonte. E kalova natën e dasmës vetëm në shtëpi duke parë fotot në rrjetet sociale. U ndjeva sikur më kishin nxjerrë jashtë shtëpisë sime, sikur dikush kishte mbyllur derën e familjes dhe unë po rrija në shi. Ditët kaluan, muajt gjithashtu. Arlinda nuk më fliste. Arbrin e shija më rrallë. Fillova të ndjej një boshllëk që më shqetësonte. Nuk e dija pse, thjesht e ndjeja se diçka nuk shkonte. Një mbrëmje dimri, vëllai erdhi te unë pa paralajmërim. Ishte i zbet, i lodhur me sytë e kuq. E dija që diçka e rëndë e ndiqte pas. U ul në koltuk, mbështeti kokën në duar dhe më tha vetëm kaq. Tani e di pse Arlinda nuk të deshi ty në dasëm. Ajo fjali më ngriti trupin pesh. Çfarë do të thuash? I thash me zërin që më doli i dridhur. Ai mori frym thellë dhe tha: ajo nuk do të kishte qenë aty ku të dilnin fotot dhe nuk donte që ti të shihje se çfarë ajo fshihte. Zbulova se Arlinda ka pasur një histori paralele të fshet me dikë që vazhdonte edhe pas fejesës së tyre. Dasma ishte vendosur shpejt, jo nga dashuria në rritje, por nga frika që partneri i saj i fshet ta ekspozonte. Dhe unë nuk duhej të isha aty sepse jam e vetmja që nuk e kam frikë të them të vërtetën. Ajo e dinte këtë gjë, e lexonte në fytyrën time. Ndërkohë, Arbri gjithsesi e ka zbuluar të vërtetën. Për muaj me radhë kishte jetuar në një martesë boshe, të ngritur mbi sekretet e saj. Kishte parë mesazhe, fatura takimesh dhe më në fund ishte përballur me të. Ajo e pranoi. Mbi të gjitha, Arbri kishte mësuar se Arlinda ishte trembur vetëm nga një njeri në familje, dhe ai njeri ishte pikërisht unë, sepse unë isha e vetmja që e dija natyrën e saj para se të lidhej me vllain tim. E kisha paralajmëruar butë, pa përmendur gjëra konkrete, thjesht nga instinkti, dhe ajo kishte vendosur të më largonte që ditën e dasmës. Tashmë kuptova gjithçka. Kam qarë shumë, por jo për veten, më shumë për vllain tim. Arbri më tha se po ndahej, nuk mbante më dot një shtëpi të mbushur me gënjeshtra. Më pyeti me zë të ulët: pse nuk më the që e dije? Nuk i thash gjithë të vërtetën, por vetëm kaq. Nuk doja të dëmtoja Arbër, doja që ta zbuloje vetë kur të ishe gati. Ai uli kokën mbi supin tim dhe qau si fëmijë, ashtu si të qante kur e rrëzoja në kopësht dhe e ngrija nga dheu. Në atë moment më duk sikur po e merja vllain tim mbrapsht, të vërtetin, të thjeshtin dhe të butin. Për herë të parë, pas shumë vitesh, më duk sikur dikush më hapi prap derën e familjes. Sot nuk më vret më që nuk kam qenë në dasëm. Ndoshta ishte shpëtimi im ajo, shmange një skene ku do të më duhej të buzëqeshja, duke ditur çfarë fshihej pas fustanit të bardhë. Sot Arbri është duke rindërtuar jetën e tij. Unë jam pranë tij, jo si motër që u përjashtua nga dasma, por si një motër që nuk u përjashtua kurrë nga e vërteta. Dhe kjo vlen më shumë se çdo lloj ftese.